Horoskopi i peshores 2026. Ky horoskop për peshoren për vitin 2026 është menduar si një udhëzues i vazhdueshëm, që duhet të konsultohet gjatë gjithë vitit si një manual për ekuilibrin e zbatuar në jetën reale. Ai nuk ofron shkurtesa emocionale apo zgjidhje teorike, por përkundrazi ju shoqëron në zgjedhjet e përditshme që ndërtojnë mirëqenie, stabilitet dhe drejtim. Viti 2026 i kërkon peshores të ndalojë së shtyri në emër të harmonisë dhe të transformojë ndjenjen e saj të drejtësisë së brendshme në veprime konkrete. Marrja e vendimeve për të gjetur ekuilibrin. Në vitin 2026, peshorja përjeton një pikë kthese të qartë. Ekuilibri nuk vjen më nga pritja, por nga vendimi. Shmangia e konfliktit nuk do të thotë shmangia e pasojave të tij, dhe ky vit ju ndihmon ta kuptoni këtë qartë. Disa tensione fillestare bëhen çmimi i nevojshëm për një paqe më autentike dhe të qëndrueshme. Kur ndaloni së ndërmjetësuari vazhdimisht me veten, energjia juaj stabilizohet. Zgjedhjet bëhen më pak kërkuese dhe më koherente. Horoskopi për peshoren 2026 mëson se marrja e vendimeve nuk ka të bëjë me humbjen e ekuilibrit, por me ndërtimin e tij hap pas hapi. Dashuria. Peshorja beqar. Për peshoret beqare, viti 2026 sjell marrëdhënie që kërkojnë prani të vërtetë, jo vetëm afinitet teorik. Takimet më kuptim plotë lindin në kontekste ku mund të shprehni vlera, ide dhe ndjeshmëri pa pasur nevojë të përshtateni për të kënaqur. Sfida kryesore është të mos sakrifikoni autenticitetin për të ruajtur një harmoni fillestare të mundshme. Gjatë vitit bëhet e qartë se përshtatja shumë shpejt krijon marrëdhënie të pabalancuara. Në vitin 2026, dashuria për peshoren lulëzon kur ka respekt të ndërsjellë për kohën, vendimet dhe prioritetet. Nëse mendoni se duhet të bëni hapa të shkurtër për të ruajtur paqen, ky vit ju fton të ndaloni përpara se të dorëzoheni të bëhet zakon. Peshorja në çift. Për ata që janë në një lidhje, viti 2026 kërkon qartësi dhe guxim emocional. Dialogu mbetet një pikë e fortë, por thjesht të folurit nuk është e mjaftueshme nëse vendimet nuk ndiqen. Zbutja e çështjeve për të shmangur tensionin krijon një qetësi sipërfaqësore që, me kalimin e kohës, shndërrohet në distancë. Marrëdhënia juaj përmirësohet kur filloni të shprehni atë që dëshironi vërtet, pa e justifikuar veten ose pa pasur frikë se kjo do të prish ekuilibrin. Adresimi i çështjeve praktike, siç është menaxhimi i kohës, përgjegjësive ose projekteve të përbashkëta, forcon besimin. Në vitin 2026, harmonia rritet kur lind nga ndershmëria, jo nga kompromisi i heshtur. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e peshores është thellësisht e lidhur me mjedisin dhe marrëdhëniet e tyre. Të jetosh në një mjedis të çrregullt ose emocionalisht të pabalancuar ndikon menjëherë në trup, duke shkaktuar lodhje ose rënje të energjisë. Prandaj, kujdesi për hapësirën tuaj të përditshme bëhet një strategji e vërtet shëndetësore. Rutinat e thjeshta, oraret më të rregullta dhe pushimet cilësore ju ndihmojnë të rifitoni përqendrimin. Lëvizja ideale nxit ekuilibrin dhe vazhdimsinë pa teprime. Edhe momentet e shkurtra të heshtjes, larg stimujve dhe kërkesave të jashtme, janë thelbësore për rivendosjen e qartësisë mendore. Çdo përmirësim i vogël në mjedisin tuaj ka një ndikim të drejtpërdrejtë në gjendjen tuaj të brendshme. Puna e peshores në vitin 2026 është një fushë thelbësore për përcaktimin e rolit tuaj. Ju shkëlqeni në bashkëpunim dhe ndërmjetësim, por rrezikoni të liheni pas dore nëse nuk e sqaroni kontributin tuaj. Mundësitë lindin kur ndaloni së prituri për konsensus dhe filloni të mbani një qëndrim. Sfida kryesore është pavendosmëria. Shtyrja e punëve nga frika e bërjes së një gabimi ngadalson rritjen më shumë se sa korrigjimi i gabimeve menjëherë. Në vitin 2026, është e dobishme të vendosen kritere të qarta për vlerësimin e propozimeve dhe projekteve, në vend që të mbështeten vetëm në reagimet e të tjerëve. Një zgjedhje e qartë, edhe nëse në fillim është e pakëndshme, liron energji dhe hap mundësi të reja profesionale. Fazat e vitit 2026 për peshoren. Dimri. Muajt e parë i kushtohen reflektimit të thellë. Do të vini re se ku po dorëzoheni shumë dhe ku keni nevojë për një qëndrim më të qartë.
Vendosja e prioriteteve tuaja në rregull tani do të shmangë çekuilibrat më vonë. Pranvera sjell diskutime dhe lëvizje. Çështjet e pasgjidhura gjejnë hapësirë për sqarime. Është një kohë e favorshme për të filluar bashkëpunime më të barabarta dhe për të marrë vendime që përmirësojnë cilësinë e jetës. Verë, korrik, shtator. Verë afton më shumë qetësi, pa humbur qëndrueshmërinë. Krijimi i hapësirës personale nuk është egoizëm, por një domosdoshmëri për të ruajtur ekuilibrin emocional dhe mendor. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta është një kohë konsolidimi. Rezultatet e zgjedhjeve të bëra bëhen të dukshme dhe peshorja përjeton një siguri të brendshme më të qëndrueshme. Ekuilibri tani vjen nga ndershmëria me veten. Tema e peshores për vitin 2026, ekuilibri përmes zgjedhjes. Tema qendrore e vitit 2026 është zgjedhja për të ndjerë mirë. Ekuilibri nuk është palvizshmëri, por rezultat i vendimeve të vetëdijshme të përsëritura me kalimin e kohës. Të mësuarit për të thënë po dhe jo me të njëjtën qetësi e bën peshoren më të pavarur dhe më pak të varur nga gjykimi i jashtëm. Këshilla e fundit motivuese. Sa herë që po shtyni një vendim, pyeteni veten nëse pritja po ju mbron vërtet apo thjesht po ju shtëron energjinë. Në vitin 2026, zgjedhja është mënyra më e fuqishme për të gjetur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.